Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë VAU-IDE-s ndaluan një 17 vjeçar, i cili ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e Shkodrës i ka caktuar masën e sigurisë, arrest në burg për veprën penale, kultivimi i bimëve narkotike. Ky shtetas dyshohet si bashkëpunëtor i kultivimit të 180 bimëve narkotike kanabisativa në fshatin Mnel, të cilat janë gjetur dhe asgjësuar nga shërbimet e policisë në muajin qershor. Gjithashtu, referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet AG, 53 vjeç, banues në fshatin Kosmaç, pasi dyshohet se dje në fshatin Kosmaç ka thyer xhamin e vetratës së dyqanit të shtetasit me inicialet AV, 38 vjeç, dhe ka dëmtuar me mjete të forta automjetin e tij. Oficerët e policisë gjyqësore referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet AB, 50 vjeç, në Shkodër pasi dia automjeti që drejtonte ishte përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin me inicialet EV, 43 vjeç, banues të fshatin Oblik. Si pasojë janë dëmtuar lehtë shtetasin me inicialet EV dhe djali i tij që udhtonte me të. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet AA, 43 vjeç, dhe shtetasin me inicialet ZB, 58 vjeç, të dy banues në Shkodër, fshim pasi janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin për motive të dobta. Gjithashtu, këta specialistë referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi dje në fshatin Trush është gjetur nga familjarët e tij pa shenja jete afër banesës së tij shtetasi me inicialet EP, 40 vjeç, i cili dyshohet se është vetvarur. Në datën 16/9/2025 ka kallësuar shtetasi me inicialet AH, 50 vjeç, se i kanë vjedhur një shumë parash dhe një sasi floriri në banesën e tij në fshatin Gryemir Çezëm, gjatë kohës që në banesë nuk ka patur njeri. Policia punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.